Ministri i Transportit Aleksandr Nikolovski përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se gjatë një takimi të punës me drejtorin e zyrës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Fatih Turkmenoglu, është diskutuar për ndërtimin e autostradës Shkup-Blac. Sipas Nikolovskit, punimet do të realizohen nga konsorciumi i udhëhequr nga kompania e ndërtimit Granit, ku pas një periudhe të gjatë një kompani vendore ndërtimore do të realizojë në tërësi një projekt autostrade. Punimet do të nisin gjatë verës, kurse përfundimi pritet brenda 3 vite e gjysmë. Projekti parashikon ndërtimin e 5 tuneleve, 2 galerive dhe 12 urave, së bashku me objektet e tjera infrastrukturore. Në terren do të realizohen gjithsej 40 objekte. Autostrada Shkup-Blac po bëhet. Ky ka qenë reagimi i parë i bashkëkryetarit të Vlenit Bilal Kasami. Ai në Facebook ka shkruar se kanë përfunduar të gjitha procedurat burokratike dhe u hap rruga për fillimin e punimeve në autostradën Shkup-Blac. Shkupi me Prishtinën sot janë më afër se kurrë. Koha e demagogjisë shterpe ka mbaruar. Shqiptarët po jetojnë në epokën e punës, projekteve dhe zhvillimit. Ta gëzojmë, shkruan Bilal Kasami në Facebook. Nuk ka munguar as edhe reagimi i bashkëkryetarit tjetër të Vlenit, Izet Mexhitit. Shkupi tashmë më afër Prishtinës, 200 milion euro për rrugën Shkup-Blac-Prishtinë, ka shkruar Mexhiti në Facebook, duke potencuar se ky është dallimi mes fjalëve dhe veprave, mes premtimeve thata dhe projekteve që ndryshojnë jetën e qytetarëve. Po ndërtojmë kilometra rrugë sepse kështu afrojmë njerëz, krijojmë mundësi dhe hapim horizonte të reja për brezat që vijnë, shkruan Mexhiti në Facebook. Autostrada Shkup-Blac është me gjatësi të përgjithshme prej 12.5 km, kurse nga maji 2020 në terren zhvillohen aktivitetet e fazës së parë në gjatësi prej 2.5 km. Kjo autostradë paraqet një arterie jetike rrugore përmes cilës Maqedonia e Veriut lidhet me Kosovën dhe Malin e Zi. Sipas qeverisë, ndërtimi i saj do të mundsojë transport më efikas dhe trafik më të sigurt, do të përmirësojë lidhjet me vendet fqinje dhe do të krijojë mundësi të reja për zhvillimin ekonomik, tregti dhe investime, duke e forcuar më tej rolin e Maqedonisë si një nyje e rëndësishme tranziti dhe transporti në rajon.